Mund t'ja fillojmë bisedës me një pyetje në shikim të parë ndoshta tingëllon e thjesht. Çka në të vërtetë është mendja? Është e vërtetë që tingëllon thjesht, por është një koncept bajag i ndërlikun, sepse po thuhet gjitha disiplinat, sidomos ato që kanë fokus njeriu, janë merr domethënë me se çka është mendja. E rëndësishme është me përmend në aspektin teologjik, mendja është një dhunti, prej dhuntive të Zotit me të cilat Zoti e ka dalluar njeriu nga gjallësa të tjera. Respektivisht, mendja është marka, nëse mund shprehna në këtë formë, me të cilën e dallon njeriu prej gjitha gjallësave të tjera. Sepse kur flet Zoti për krijimin e njeriu, e përmend se njeriu e ka krijuar në formën më të përsosur. Dhe nëse e analizojmë njeriu, ne shohim se përsosmëria, ati kulmi i përsosmërisë është mendja, arsyeja apo intelekti. Dhe si e tillë, mendja është, Zoti në Kur'an e quajnë me emrin dritë. Dritë prej Zotit. Zoti thotë Allahu është drita e qijeve dhe tokës, dhe shembulli i dritës së tij është si një kandil i cili është i futur në një zgavër të errët, nga e cila reflekton drita. Pra, mendja është dritë, sepse nëpërmes dritës njeriu e gjen rrugën e tij, e gjen udhëzimin. Prandaj kur njeriu e ka mendjen, atëherë është i denjë që atij t'i flet edhe Zoti, sepse ata të cilët Zoti i ka sprovuar këtë botë që mentalisht nuk janë mirë, apo atyre nuk ju zbrisin as obligimet, realisht as të folën të Zotit nuk ju drejtohet, sepse ata mjeti përmes cilit Zoti ju flet njeriu është mendja. Është koncept metafizik, thonë ndryshe mendja është produkt, apo me thonë ndryshe është një frut i shpirtit, sepse edhe shpirti, edhe mendja, edhe zemra, po edhe koncepte tjera, do më thonë që njihen teologjinë islame si nefsi, apo që ne e parafrojmë dikun me egon, gjitha këtu realisht janë koncepte që janë unifikuese, me thonë drejtën janë si një njësi, por që kanë konsideratat ndryshme. Prandaj, mendja mundi me thonë që është ai këshilluesi realisht edhe i shpirtit. Sepse si e tillë mendja, është ajo e cila njeriu ja mundson me dallu deri në një farmase të mirën nga e keqja, ja mundson njeriu që me pas vlera, ja mundson njeriu që mi shtun një horit, duke u thellun nëpërmjet mendjes, duke menduar në soazat mendjes. Prandaj edhe kjo llogaritet në aspektin fetar, llogaritet adhurim. Kur flet Zoti për shajat e tij, për argumentet e tij, për gjanat madhore, për krijimtarinë e tij, në përfundim si zakonisht citate ka ardhur në mënyrë që të mendoni, në mënyrë që të logjikoni. Pra, sikur Zoti do më na thonë neve, mendja si dhunti duhet shfrytëzohet, dhe duke menduar sigurisht se atëherë edhe mendimet parafrohen me qëllimet e shpalljes apo qëllimet e Zotit.